kemi ardhur jo vetëm nga Vjena, por edhe nga qytetet tjera jashtë Vjenës. A ka lutë mirë, si jeni me shëndet? Mirë jemi, ata që nuk janë mirë me shëndet, nuk vinë në Vjenë. Në isha. Po vjen mirë që edhe jeni mirë me shëndet edhe keni ardhur në Vjenë. S'na ka dalë zot kukur. As Vatikani s'na ka dalë. Dhe kur i kam thënë prifte në vetë djeqi, ore s'na dorë, jo kishin frikë, ase jo po merë një zemër edhe po bani në termini. E rëndësishme është se me çlirimin e Kosovës, pra se mbrenda këtij 85 vjeçarit ka ndodhur edhe një ngjarje shumë e rëndësishme, se u shtyrua Kosova dhe na humre se sa afer ishim dhe ku ishim larg me letërsinë e Kosovës. Dhe sot, falë të ripe dhe falë përpjekjeve tyne edhe intuitive, po edhe racionale, po bëhet përpjekje me rezultat, përpjekje pozitive, pra, e cila po i jep frutat e saj, që të kemi një unifikim të letërsisë. Që keni gjetë kohën. Vlon mirë se ke ardhur në Vjenë. Më gëzon shumë dhe na gëzon shumë prania jote këtu. Mama gjithve, faleminderit Gazi, faleminderit Anton. Vlora Ademi është një diplomate kulturore dhe poete vlerësuar nga Kosova. Është e njohur për kontributet e saj aktive në shkërbimin ndërkombëtar letrar dhe artistik. Është themeluese e 2 festivaleve të shquara ndërkombëtare të poezisë, Festivali Ndërkombëtar i Poezisë Republika dhe Festivali Ndërkombëtar i Poezisë Res Poetika në Prizren. Ka fituar çmimin A. Gjergj Fishta në Lezhë si vëllimi më i mirë poetik. Ka marrë një botim i dytë është publikuar gjatë një turneu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ademi kanë fituar çmime të shumta, çmime të tilla si Vexhi Buharaja në Bashkinë e Beratit, në konkursin letrar Ndoc Gjetja në Lezhë, ka marrë pjesë në festivalet ndryshme kulturore në gjithë rajonin, nivele ndërkombëtare si Festivali Ndërkombëtar i Poezisë Polip, Fernar, Poetik, Kalimera dhe Panajire Libri në Gjenev dhe Bruxelles. Mendoj se sa ma original me qenë, sa ma poqe me vetën, publiku ka me ndjekë originalitetin tonë, ka me ndjekë frymën tonë dhe ka me pranu ma mirë. Ndoshta rrethi letrare dhe artistik kanë me pa pak me një sy tjetër, por po mendoj që letërsia ka vend për secilin. Alani, edhe sot që mja ka me kalu e lumë, ka me kalu edhe një tjetër. Ka me kalu edhe kjo vjesht lumë, si kur ajo e kalunja, ti ke me fikë edhe një qëri ma shumë, pak ditë mbasi ashtë përkujtua një jetë e fikon. Edhe kjo ka me kaluar. Mendoja, i trishton të rrita ime. Tredime aresht të patave e shpallën e kuqe, vetë që ende të dukesha e vogël. Kur nisi me pëlqye kuqa, kuptova se e vogël kishte mbet e shpallëja. Andra zërnon gjyru e ndryshe, o nisa me dosht, krahët e shqiponjes, trandofirat e lirë, lisat e ndjesht dhe brinat e kaprojtë. Mëngjesi tjetër vjen i ngarkuar, me ngjarje e shifra reale ose virtuale. Koha ndoron fytyr 100 herë fyer, kur zbulon e trisht se është e zhvillur. Kishte me mbli prej korit të ëngjëve në qiell. Atë zonë se njeni duat i dashtë dhe vinë në rrugë.
Nuk isha po drillë për ti. Çdo ëngjëll është i frikshëm. Në njerëzit kur kena nevojë, shurrike, ku i kena më drejtu? Njerëzve, ato nuk ndihmojnë. Ëngjëllve, as ata s'ndihmojnë. Vetëm ai qenushi i vogël ndoshta, që është afër të shet me sy të mangjushëm. Vetëm ai mund me kenë miku edhe vërtet. Zane, zane o zane. Kush mund me ndi zanin e Zotit? Ti zemra jeme i e vogël për pyt. Prandaj, mbledhu dhe mija atë pranverë kur dalin lulet, një vjesh kur pinë gjatet, një ndimen kur vjen ora para. Ne ishim. Këtu ku nuk kishte njëri veç nesh, erdhet ju me lehthitje gjallore, e ne besuam se ishim të besës. Filluat të fynit me gjuhën e djallit, na quanit njerëz me bishta, e ne prisnim të ndaleshim. Me fuqi demonet na i vodhet djelin, na gjveshet lëkure, na shkelet plisin e na shtypet kokën. Vetëm ty, faci nga larkë këtu më plori, nga larkë këtë reshta kocithuri, nga dashuria jon e pafund, se haroj jo nuk të mund. Syt e tua si dizëllonja, shpicin mua ma qësojnë, vetëm ty zemër të ndroja, pa ty e netët e mia nuk kalojnë.